Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mos u dëshpëro, sepse dëshpërimi është një lloj I mendimit keq për Allahun. Na jemi të vetmit ata që e prodhojmë dhe ndërtojmë dëshpërimin. I mbyllim të gjitha dyert me dry të hamencimeve tona, duke e matë sasinë e mëkatit dhe duke haru madhësinë e atij që fal. Pastaj ne I numrojmë rënjët tona, kurse Allahu I numron kthimet tona. Shifni si na drejtohet Allahu I madhërisëm të gjithë besimtarëve. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Thuaj, o ju robët e mi, ju që e keni tepru me gjunahe, ju që e keni tepru me gabime dhe zullum dhe vetës suaj, mos u dëshproni nga mëshira Allahut, sepse Allahu I fal të gjitha mëkatet. Pra nuk tha o mëkatar, o të pavëmendshëm, o të shkujdesur, o gafila, po tha o ju robët e mi, me butësi, me përdëlesë dhe me afrim. Dhe shifni tani situatën. Allahu mëkatarin e thret me emrin përgdhelës robi im. E nuk I thot mëkatar, e njeri domethënë I zhytur në gjunah. Andaj mos e bën mëkatin titullin tënd, por bëje mëshirën për mbyllje të jetës tënde, mëshirën e Zotit. Edhe në fund si ka mundësi me zonë vend dëshpërimin në zemrën tënde, kur Allah është ai që të thret vazhdimisht në kthim, në pendim, në mëshirë, në falje, në shpërblim. Pra kështu është jeta jonë. Andaj mos lejo me të sundu dëshpërimi, me të dominu dëshpërimi, e me humb shpresën nga zemra jote dhe nga mendja jote. Kujtoj këtë ajet vazhdimisht, o ju robët e mi, Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaju, o ju robët e mi, ju që e keni tepru me gjunahan dhe vetës suaj, mos humni shpresë në mëshirën e Allahut, se Allahu I fal të gjitha gjunahat. Allahu na mbuloft me mëshirën e Tij, na I fal gabimet tona dhe na lidh zemrat tona me Allahun subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.